Disa orë para hyrjes në fuqi të çmimeve të reja të derivateve të naftës, të cilat nga 10 marsi u rritën ndjeshëm, pothuajse gjitha pompat e benzinës nuk shitnin naftë, madje disa prej tyre ishin mbyllur tërësisht. E për këtë, drejtori i Inspektoratit të Tregut të Vlatko Stojkovski deklaroi se janë kryer mbi 300 kontrolle inspektuese gjatë 3 deri në 4 ditët e fundit, ndërsa te një pjesë e pompave të benzinës kontrollet inspektuese vazhdojnë. Megjithatë, Stojkovski thotë se nuk është konstatuar fshehje e rezervareve të karburantit. Извършени се около, т.е. над 300. Unë gjatë ditës së nesërme kam takim me zinxhirin e supermarketeve, hipermarketeve. Duhet bisedojmë ato që mos ta shfryzojnë tani këtë presion dhe mënyrë të rrisin çmimet dhe presioni të bie tek shporta konsumatore qytetarëve, që të mos duhet ne si qeveri të ndërmarrim lloj tjetër të masave ofensive. Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës dhe Komisioni Shtetëror i Tregut do të ndjekin sjelljen e tregtarëve të produkteve me pakizë dhe shumicë dhe në bazë të reagimit tyre ashtu do të sillet edhe qeveria. Për këtë, ka folur sot edhe kryeministri Christian Mickoski. Ai tha se për momentin nuk shqyrtohet mundësia që qeveria të shpallë gjendje krize për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Mickoski tha se pavarësisht të rritjes së djeshme prej gati 15 denarëve për litër, maqenia Veriut e ka sërish naftën më të lirë në rajon. Që nga sot do të formohet një ekip, po përgatisim një plan operativ dhe do të ketë kontrole inspektuese në përmarkete, te distributorët, importuesit dhe prodhuesit të ushqimit, kështu që në periudhën e ardhshme do t'i përkushtohemi në mënyrë strikte kësaj çështje. Shpresoj në arsyeshmërinë e tregtarëve duke pasur parasysh se edhe bota po përballet me një krizë ekonomike globale dhe presë dhe përgjegjësi të tyre shoqërore. Sa i përket paralajmërimeve për uljen e TVSH-s për importin e energjensave, nëse kriza zgjat më shumë dhe se sa do të kushtoj kjo shtetit, drejtoresha e drejtorisë të audrave publike Elena Petrova tha se vlerësimet e tilla i bën qeveria në bashkëpunim me Ministritë Përkatëse. Drejtoria e të ardhurave publike është organ operativ ekzekutiv. Këto janë vlerësime që i bën qeveria me Ministritë Përkatëse. Në fund, cilat do të jenë masat e shprehura përmes zgjidhjeve ligjore ose akteve të tjera, ne do të duhet t'i zbatojmë. Pra, kjo pyetje nuk mund t'i drejtohet DAP-it në këtë pjesë. Kujtojmë se rritja e naftës për gati 15 denar në maqeninë e Veriut, e cila kushton 85.5 denar, vjen pas përshkallëzimit të luftës në lindjen e mesme ndërmjet Izraelit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.